Edhe ku ja folirata thasha ma bo një gjiro. Ku ma bo një qaq me epi adrenalinë, edhe ku më thonë filme ma gjithë një motor rëmje. Për mrapa neve të pa një BMW S1000 2022 në paket. Performanca kjo është pesha ti 197 kg. Do më thonë i ka 275. 275, a është i prek në... Kur gjo heq. Do më thonë i ka 275 që... Dveta, që shë ka qitë pa vitë. Si filloj me raku i tij për motora. Ma të tërë më ka shti me vlesë që i vogël i kom pasë marak. Po që një 10 vjet e kom një shok që të pesë a i vazit motor edhe më ka pason me ja polirat njerë, se punoj me kerën. Edhe ku ja polirata thasha ma bo një gjiro. Ku ma bo një qaq me epi adrenalinë, edhe ku më thonë filme ma gjithë një motor rëmje. Edhe peja ty vesh një motor. Çfarë motora ke pas para këtina? Do më thonë para këti veç Honda kom pas. Pse ka përcjellë pi Honda që në BMW, edhe qysh do kështu ka përcimi si tash edhe 10 vjet këta që vëzit? Po, ka përcimi se unë në përgjithësi e kam marak BMW. Se kerët edhe motorat, kom vëzit Honda dhe nuk ka asë një vrejtje të keqe, po kur hyp në BMW nuk mund më shumë shqyp ma. Ma shumë problem u largu për BMW-s. A na kallëzën sa është atraktiv motorë në njëtën kohë sa është i rrezikshëm? Atraktiv është shumë e mirë, mund është me shiju që të knaqësi me ta, ama rreziki është ekstrem i madh. Çfarë rreziqe mundën me hasë një shoferit me motor? Rreziqet më të mëdha që mund me hasë tash, me qenë se jetojmë këtu në Kosovë, të jeton e trekin, jo shpejtësia, jo asfalti, nuk janë ato në asnjë formë. Nuk po du me njanu as ato, por rreziki më i madh që është shoferat e tjera. Do me thonë nuk kanë kujdes? Nuk kanë absolut kujdes heq. Okej, a na kallëzën sa shpejtësia maksimale që e ka arrit me shofer? Me kallëzua. Të... Krejt në fund. Sa e ka fundin? 390. 390? Po. Do me thonë deri në fund të ke prej? Deri në fund. Edhe, do më thonë, jeta jeme veç një herë që e kom prej ka të shpejtësi se kur mo. Çfarë ndjesie u kom për ata? Ata që vëzitin motorat kuptojnë, po... Ndjesi shumë e mirë. A mu kur e menon tash, që shumë bëhet shpejtësi. Në realitet, unë nuk e vëziti motorin për shpejtësi, se ta në herë të motori o luks. Shijo si luks. Tash që atëherë veç ka ndodhë me vëzit në shpejtësi se kur mo. Edhe s'besoj që të ndodhë kur mo. Gjithë garazhën e makinës ja ka dedikuar komplet motocikletës së tij. Në përgjithësi unë i thonë, motori nuk bën me dali, ku delsh në rrugë me ta, nuk bën me honi zhytën. Edhe ka ndodhë unë njët njësë marë që të në shpenë, edhe kom lënë në këto, jam hija kom lakë, ku dalë njësër me dalë apet i lanë. Më kun gati? Po, me kun gati. Kam qef për shembull me shiju në maksimum motorin. Do me thonë, ja ke bua ambientin apo stafat herën e ke largu e ke lënë vish për motor? Veç për motor. Dimrit çka? Dimrit e majnë salon. Sa është çmimi i kësaj motociklete dhe çfarë kosto të mirëmbajtjes ka? A është e kushtueshme mirëmbajtja e saj? Kosta që kom marrë më ka dalë shumë shtrejt. Sa ka qenë çmimi? Po për mi 20 po, që më ka dalë më vetë. Edhe për mirëmbajtje është shumë i shtrejt.
Sa shambull, sa mundet me kushtu një servis që kjerët, vojna, filtera? Një servis mundet me kushtu për 1.300 euro. Për 1.300 euro? Po, vetë servis, ullje, filtera këtu. Do të thonë tani ku jena pjesë të amortizuese që... Do ma thonë servisi që është maj thjeshti, Po. se me hinë në ato detajet. Sa në menim mesatare, sa del gjatë vitit me mirëmbajtje një motor me bugate, të ditë në pranverë me bugate? Valla është 800 euro po. Del në vetë. Po. Driloni ka një mesazh edhe për shoferët e veturave. Për këta që vozitin kjerë, veç u kisha thonë, pasqyrët mos i mani për dekar. Po këshirni pa, se edhe ligjerisht ti si me motor ki drejt me hinë me skolone. Edhe ai zotnia del keq edhe të thot ku po shkon ti me skolone. Po përderi sa ma ka leju shteti mu me hinë me skolone, ti s'ki drejt me më ndalu. Po. Edhe del keq edhe në fund ti qo durt, se vlapi qo durt.